Dhe lajmi i fundit. Arti shqiptar në zi. Ndahet nga jeta në moshën 86 vjeçare, regjizori i njohur Piro Milkani. Lajmi i hidhur për ndarjen nga jeta të Piro Milkanit është bërë i ditur nga i biri i regjizorit Eno Milkani. Përmes një postimi në Facebook, ai shkruan hiku babai, shoku dhe kolegu im. Piro Milkani lindi më 9 dhjetor 1939 në qytetin e Koçës. Pas përfundimit të shkollës mesme, vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Prag, në Çekoslovaki, ku diplomua në degën operatorit. Karrierën e tij në kinemografi përfshin regjinë e 20 filmave artistik dhe dokumentar, duke përfshirë Titujt vendosur, Kur zbardhi një ditë, Zonja nga qyteti, Ballë për ballë, Militanti, Ngjyrat e moshës. Përveç regjisorit ka kontribuar si skenarist, operator dhe producent. Në vitin 97, Milkani u nderua me çmimin e veçantë për gjithë krijimtarinë e tij artistike në Eurofestivalin Saint Etienne në Francë. Në vitin 87 mori titullin Artist i Popullit. Në vitin 2024 mori diplomën e tij të Fakultetit të Filmit. Pas 68 vitesh, një ngjarje që u shënua në ceremoninë në Çeki. Përveç karrierës së tij në kinematografi, Milkani ka pasur një periudhë si diplomant dhe ka shërbyer në organizimin e festivaleve të filmit. Vepra e tij ka lënë ndikim të thellë në kulturën shqiptare.